Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salatu e selam të dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Vëllezër nderuam, jemi me dy emrat e bukura të Allahut subhanahu wa taala, me emrin Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Emrat shumë të njohura për shumicën e besimtarëve, apo për të gjithë besimtarët, pa përjashtim të themi, gjithë ata të cilët e falin namazin dhe e din elhamin, pra el-Fatihan, i kanë të njohura këto dy emrat e Allahut, sepse që në fillim të el-Fatihas fillon surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, falënderimi takon Zotit të botëve, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ar-Rahman, mëshirues, por i gjithë mëshirshëm. Dhe Ar-Rahim e ka mëshirën e plotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman është emri Allahut azza wa jall, dhe i gjithë mëshirshëm, kurse Ar-Rahim, mëshirëplot, është edhe cilësia Allahut subhanahu wa ta'ala. Që të dy këto, pra janë dy emrat e Allahut azza wa jall, e që Allahu azza wa jall emrin e parë Ar-Rahman, pra i gjithë mëshirshmi, është përmendur në Kur'an 57 herë, kurse Ar-Rahim, mëshirëploti, është përmendur në Kur'an 123 herë. Pra këto gjëra, pse a thua ky dallim? Do ta kuptoni pak më vonë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman allama al-Quran. I gjithë mëshirshmi u mësoi juve Kur'anin. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, i gjithë mëshirshmi mbi fron u ngrit. Edhe po ashtu kemi shumë ajete tjera ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu vërtet është falës i madh dhe mëshirëplot. Ai është mëshirëploti ndaj besimtarëve. Çdo lavdërim, pra në surën El-Fatiha, çdo lavdërim i takon Zotit, pra Zotit të botëve, Ar-Rahman Ar-Rahim, gjithë mëshirshmi, mëshirëplotit. E kështu të më radhë, pra kemi shumë ajete që shtam, pra 57 dhe 123 ajete janë përmend, pra diku rreth 180 herë është përmendur, pra apo dhe më shumë, këto dy emra janë përmendur në Kur'an, e mos të flasin, pra edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa herë janë përmend këto dy emra. Nëse Allahu azza wa jall një emër shpesh e përmend në Kur'an, pra e përmend ma shumë se sa emra tjerë që emra tjerë i ka përmend më radhë, kjo tregon po ashtu edhe rëndësinë dhe ndikimin që e kanë këto emra në jetën e besimtarëve, apo në jetën e njerëzimit në përgjithësi, apo flasim për rëndësinë që e kanë këto dy emra në cilësimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ku tregojnë mëshirën apo fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këto dy emra e rrjedhin nga një rrënjë, pra rrjedhin nga Ar-Rahma, nga mëshira. Por që Ar-Rahman dhe Ar-Rahim dallojnë. Pra dietarët kur kanë folë për këto dy emra, kur i kanë dalluar për çka është dallimi mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, kanë thënë që emri Allahut Ar-Rahman, i gjithë mëshirshmi, apo disa e quajnë pra mëshiruesi, e kanë përkthyer kështu, e përfshin pra mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala në gjitha krijesat e Allahut në këtë botë. E kurse Ar-Rahim, mëshirëploti, është e veçantë vetëm për besimtarët në botën tjetër. Allahu azza wa jall Ar-Rahman, i gjithë mëshirshmi,
Pra është i mëshirshëm këtë rast edhe me besimtarët edhe jo me besimtarët. Edhe me kafshët edhe me kretër. Allahu nga mëshira e tij, sepse është gjithë mëshirshëm, Ar-Rahman, i jep edhe kafirit edhe pa besimtar dhe atij i cili e shan e ofendon Allahun subhanahu wa taala, i jep me ngrënë, me pi, dhe i jep shëndet, dhe i jep pasuri edhe gjitha. Sepse është i gjithë mëshirshëm. Gjithve i jep Allahu subhanahu wa taala. E kurse Ar-Rahim, ajo është enkas vetëm për besimtarët. Për atë arsye nuk gjen në Kur'an që Allahu kur flet për besimtarët me thënë që Ar-Rahman i gjithë mëshirshëm është për besimtarët. Jo, por është mëshirëplot për besimtarët. Sepse kjo është apostafati dedikuar vetëm për besimtarët. Pra Allahu azza wa jalla, nëse shikojmë, pra në emrin e parë, në kuptimin e parë, Ar-Rahman, është i gjithë mëshirshëm për besimtarët edhe për jo besimtarët. Por besimtarët e gëzojnë edhe një mëshirë tjetër, apostafate vetëm për këta. Gjë që i dallon Ar-Rahim, mëshirëplot është ndaj besimtarëve. Këtu pra dallon imani, edhe ndikimi i imanit. Gjë që e përfitojnë këtë mëshirë besimtarët. Ajo mëshirë është që Allahu azza wa jall ata do t'ja falë atyre mëkate, do t'i mëshiroj, do t'i fut në xhenet, e kështu me radhë. Pra gjejmë në Kur'an ku Allahu thot, ai është mëshirëplot, pra është Rahman ndaj besimtarëve, vërtet ai është i butë dhe i mëshirshëm me ta. Pra ky është dallimi që Allahu azza wa jall e ka veçu emrin Ar-Rahman nga emri Ar-Rahim. Po ashtu, me emrin Ar-Rahman nuk bën të emërtohet ndonjë krijesë. Sepse i gjithë mëshirshëm është vetëm Allahu subhanahu wa taala, është një cilësi që atribuohet vetëm Allahut azza wa jall. Ai është i gjithë mëshirshëm. Nga emri gjithë mëshirshëm kanë rrjedh pra edhe krijesa tjera që janë krijuar, nga kjo kanë rrjedh. Sepse Allahu azza wa jalla është i gjithë mëshirshëm. Është i gjithë mëshirshëm edhe për kafshët, edhe për insektet, edhe për pabesimtarët, ata i ka sjellë në dunja, atyre jep me pi, atyre jep me ngrënë, e kështu me radhë. Edhe pra është një cilësi e veçantë që askush nuk e posedon këtë cilësi përpos Allahu subhanahu wa taala. Andaj, ata të cilët janë për shembull të emërtuar tek na me Ar-Rahman, është e gabim. Sikurse mu emërtu edhe me El-Ghafur, falesi mëkateve. Ai është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Besimtarët i përgjërohen edhe kërkojnë falje vetëm për Allahut azza wa jalla për mëkatet e tyre. Askush tjetër nuk është falesi mëkateve pa i gjunaheve. Andaj, sikurse që nuk bën mua emërtu me El-Ghafur dikush, po ashtu edhe me Ar-Rahman nuk bën mua emërtu, përveç nëse i shtohet edhe një parashtesë. Ajo është robi i Rahmanit, Abdul Rahman apo Abdul Ghafur, e kështu me radhë. Pra, i shtohet robi i Rahmanit. Kurse me emrin Ar-Rahim, pa mëshirëploti me besimtarët, pra i butë me besimtarët, mëshirëplot me besimtarët, këtu mund të emërtohet edhe dikush tjetër, pos Allahu subhanahu wa taala, sepse dikush tjetër mund të jetë i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Se Allahu e ka quajtur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Pra, me besimtarët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i butë dhe i mëshirshëm. Kështu e ka quajtur Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra i mëshirshëm. Andaj, përderisa Allahu ka quajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra çush kemi thënë edhe në derset e kaluara, janë disa emra të Allahut azza wa jall, që nuk janë të veçanta vetëm për Allahun, por mund të emërtohet edhe dikush tjetër me ato emra, sepse në ato cilësi kanë hise edhe besimtarët.
normal kuptohet me dallimin që e kanë, adin, por është një emër cilësi, e nuk është emër veç emër me kuptim të plot që atribuohet vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe as kush tjetër nuk e posedon atë cilësi, sikurse për shembull emri El Khaliq, krijuesi. Këtë cilësi nuk e posedon askush përpos Allahut azza wa jall. Por Rahim, Rauf i but, kanë edhe njerëzit mund të jenë të but, edhe njerëzit mund të jenë të mëshirshëm. Pra, po ashtu vëllezër, mëshira që i atribuohet, i përshkruhet Allahu subhanahu wa taala ndahet në dy lloje. Mëshira e parë është mëshira qenësore që i takon qenjes së Allahut subhanahu wa taala, e që këtu që shtam pra, askush nuk është sikur Allahu subhanahu wa taala. Kurse lloji i dytë është mëshirë e krijuar Allahut azza wa jall. Është një pjesë e krijuar Allahut subhanahu wa taala. Qysh? Pra e ka krijuar një pjesë të kësaj mëshirës Allahu azza wa jall dhe e ka krijuar tek njerëzit, tek krijesat e tij. Për atë arsye, pra dietarët kanë thënë, nëpërmjet kësaj mëshirës mëshirohen njerëzit, mëshirohen kafshët, mëshirohen insektet, mëshirohen shpezët me njëri tjetrin e kështu me radhë. Pra kjo është një mëshirë, një pjesë e mëshirës e krijuar tek krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është lloji i dytë i mëshirës. Dhe këtë e vërteton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë që Allahu i zotëron 100 mëshira. Një e ka zbritë Allahu subhanahu wa taala, një pjesë të 100 mëshirave ka zbritë Allahu, pra e ka krijuar Allahu azza wa jall tek krijesat e tij, tek gjinët, edhe tek njerëzit, edhe tek kafshët, thot pejgamberi sa, edhe tek insektet. Nga kjo mëshirë, është edhe mëshira mes kafshëve, edhe mëshira mes, sidomos, kafshët e egra. Edhe ata e mëshirojnë njëri tjetrin, apo i mëshirojnë të veshlit e tyre. Dhe 99 mëshira tjera i kalon Allahu azza wa jall për t'i mëshiruar besimtarët, e kjo është ajo, pra Ar-Rahim. Emri Ar-Rahim, që është për 99 mëshira i kalon Allahu subhanahu wa taala që t'i mëshiroj besimtarët në ditën e gjykimit. Allahu na mëshiroft ya Rabbi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith thot, nga mëshira Allahut azza wa jall është që edhe lopa, si lop, e mëshiron viçin e saj dhe nuk e shkel, din me e mbrojt. Pra e ka instinkt për Allahut subhanahu wa taala, nga mëshira Allahut që e ka vendosur këtu në tokë. Pra, që shta më vlezër, mëshira Allahu subhanahu wa taala me emrin e parë, Ar-Rahman, pra është mëshirë e përgjithshme, ku Allahu i përfshin gjitha krijesat në inspirimin e tyre, krijesave, furnizimin, dhënien e të mirave, begative, dhënien e shëndetit, mundësimin e shfrytëzimit të gjitha gjallësave, bimëve, gjësendeve, ushqimin, vendbanimin, veshjen, gjitha këto gjëra kanë të bëjnë me emrin Ar-Rahman, me pjesën e parë të mëshirës, që është një mëshirë gjithëpërfshirëse. Besimtarët dhe jo besimtarët edhe të tjerë. Kurse lloji i dytë i mëshirës është tek emri Ar-Rahim, edhe kjo i takon vetëm besimtarëve. Allahu azza wa jall i mëshiron besimtarët në dynja me emrin e tij Ar-Rahim, duke i udhëzuar ata në Islam.
duke ja mundësuar ata që ta ndjekin rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ku Allahu azza wa jall me mëshirën e tij i forcon besimtarët në këtë rrugë. Ku Allahu azza wa jall i jep jetë të bukur dhe të rahatshme besimtarëve. Dhe kjo vjen përmes emrit Ar-Rahim, mëshirëploti ndaj besimtarëve. E që pa besimtarët duke kanë këtë rahati shpirtërore, imanore, sepse nuk e meritojnë, ata meritojnë vetëm nga pjesa e parë, ku Allah i jep atyre me ngrën, me pi, i jep shëndet, i jep jetë, e kështu me radhë. E kurse kjo e dyta, mëshirëploti, pra është Allahu vetëm për besimtarët që ata i udhëzon. Edhe ja jep rizkun e begatshëm, bereqetin që e jep në rizk këtu në dunja, bereqetin në jetë, e jep vetëm përmes emrit Ar-Rahim, dhe këta janë meritorët, pra besimtarët janë ata më meritor dhe as kush tjetër për mirësit dhe dobit e emrit Ar-Rahim. Allahu na mëshiroft në dunja e në ahiret. Dhe këta besimtarë, Allahu që i ka mëshiruar këtu në dunja përmes emrit të tij Ar-Rahim, po këta besimtarë do të jenë ata të cilët do ta gëzojnë atë mëshirën më të madhe në ditën e gjykimit, ku Allahu subhanahu wa taala u fal atyre gabimet. Sa ai ka mundsuar këtu në dunja të udhëzohen përmes emrit Ar-Rahim, dhe pa ai njëjti përmes emrit Ar-Rahim do të jetë mëshirëplot për ata në ditën e gjykimit, ku do t'i shpëtojnë nga zjarri i xhenemit, do t'i shpëtojnë në urën e siratit dhe do t'i mëshirojë të t'i fusë në xhenetin e tij. Allah na bëft vendin në xhenetin Firdaus. Pra vëllezër të dashur, këto pra janë ndikimi i emrit Ar-Rahman dhe Ar-Rahim në jetën e besimtarëve. Pra, përmes emrit Ar-Rahman edhe Ar-Rahim, përmes emrit Ar-Rahman edhe Ar-Rahim, besimtarit i shtohet dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se e njeh kur e din që dhe kupton emrin Ar-Rahman që ai është i gjithëmëshirshëm. Ai është i cili na ka dhuruar neve jetën. Ai është i cili neve na ka dhuruar shëndetin. Ai është i cili neve na furnizon, na jep me ngrënë, me pi. Ai është i cili neve na ka mundsuar që të kemi vend banime, të kemi veshmbathje, të kemi ngrënje dhe pije. Ai është i cili neve na ka dhënë shëndet, na ka dhënë të pamurit. I gjithëmëshirshëm. Ai është i cili neve na ka dhuruar imanin dhe i cili do të neve do të na fal mëkatet dhe i cili neve na mëshiron këtu në dynja. Është mëshirëploti Ar-Rahim dhe është ai i cili neve do të na fut në xhenet. Është ai i cili neve do të na mëshiron në ditën e gjykimit kur do të dalim para madhrisë së Allahut azza wa jall. Është ai i cili neve do të na thotë: a je ti ai i cili ke bërë këtë mëkat? A e din kur e ke bërë këtë mëkat, këtë mëkat, këtë mëkat? Do të na përmend: po Zot, po Zot, po Zot. Do t'i pranojmë gjitha mëkatet. Se dëshmitar është Allahu, i ka regjistruar çdo gjë, e din çdo gjë. Edhe thot: unë ti kam mbuluar në dynja, edhe unë sot po t'i fali. Këto ndodhin gjitha përmes emrit Ar-Rahim. Allahu na mëshiroft dynja e ahiret ya Rabbi. Pra vëllezër nderuam, këto pra janë dy emrat e Allahut subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Emri Ar-Rahim shpesh bashkangjitet edhe me emra tjerë të Allahut subhanahu wa taala. Pra Ar-Rahim bashkohet me emrat tjerë të Allahut azza wa jall. Me emrat që ngjasojnë dhe japin kuptim kësaj të dytës. Për shembull Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemi, i gjithëmëshirshmi, mëshirëploti. Po ashtu kemi për shembull ku bashkangjiten emra, shpesh kanë ardhur për shembull El-Ghafur, Ghafurur Rahim.
në shumë ajete, falës i mëkateve dhe mëshirëploti. Pra ajo është falës i mëkateve dhe mëshirëploti, pra dikun 10 ajete ose më shumë se 10 ajete është përmendur në Kur'an falës i mëkateve dhe mëshirëploti. Nuk ka ardhur falës i mëkateve dhe i gjithë mëshirshmi. Pse nuk ka ardhur? Ha? Pse s'ka ardhur? Ha? Po vetëm se, domethënë, ka të bëj falës i mëkateve është vetëm për besimtarët, edhe njëjtë do të vjen domethënë kjo e dyta, Ar-Rahim. Edhe i mëshirshëm. Ha? Mëshirëploti për kanë? Për besimtarët. Nuk ka ardhur falës i mëkateve edhe i gjithë mëshirshmi ku hyjnë domethënë pa besimtarët. E shifni pra se si ka ardhur. Po ashtu kemi për shembull në ajetin tjetër ka ardhur për shembull e kemi Ar-Rauf Ar-Rahim. Pra dashamirës i butë dhe po ashtu mëshirëplot. Për kënë është Allahu dashamirës për besimtarët. Po Tawwabur Rahim ka ardhur. Pra ai Tawwab është ai i cili pranon pendimin dhe po ashtu mëshirëploti Rahim. Sepse pranon pendimin prej besimtarëve. Edhe njëtën kohë, përderisa është e pranon pendimin, është edhe do t'i mëshiroj ata. Përderisa është falës i besimtarëve, do t'i mëshiroj edhe ata. Po ashtu kemi për shembull në ajetin tjetër El Aziz Ar-Rahim, atin ka ardhur. El Aziz i gjithë fuqishmi, i gjithë fuqishmi mëshirëploti për besimtarët. I gjithë fuqishmi, sepse kanë nevojë besimtarët për fuqinë, për ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Përderisa Allahu do t'i ndihmojë besimtarët me fuqinë e tij, ai edhe do t'i mëshiroj besimtarët. Po ashtu e kemi edhe El-Barrur Rahim ka ardhur. Në ajetin tjetër, pra El-Barrur Rahim, pra bëmirësi, mëshiruesi. Bëmirës ndaj kujt? Ndaj besimtarëve, sepse ata e meritojnë bamirësinë e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata kanë qenë korrekt me urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu vjen për shembull Rabbur Rahim. Zoti mëshirues. Zoti, pra besimtarët e njohin Allahun për Zot, edhe ai domethënë do të jetë mëshirues i tyre. Edhe kemi ajetin tjetër El-Wadud Ar-Rahim, domethënë El-Wadud i dashur. I dashur, sepse besimtarët e dojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe Allahu i don besimtarët, edhe pa të arsye dhe është i mëshirshëm ndaj këtyre të cilët e dojnë Allahun, edhe Allahu i don ata, edhe kanë e don Allahun subhanahu wa taala, njëjtën kohë dhe është i mëshirshëm për ta, ata janë vetëm besimtarët. E shifni pra këtu i kemi përmendur pra dikun 8 ajete që kanë ardhur 8 emra të ndryshëm të Allahut të bashkangjitura me emrin Ar-Rahim, mëshirëploti, që është adekuat dhe i veçantë ky emër vetëm për besimtarët, ku Allahu do të mëshiroj në dynjë e ahiret. Allahu na mëshiroft ya Rabbi. Allah shpëlbeft, Allah ruhet vëllezër. Inshallah shihemi në dersin e ardhshëm.